Nga Peshkopia, unë jam Sali Doçi dhe kjo është ABC News. Na ka doktori, ku është Sali Berisha? Tashmë po mbushet një javë që kur doktori i mungon ekraneve tona, zyrtarisht na u tha se është me viroz, megjithëse ne e dim se viroza nuk bie mbi doktorin. Plus e pam te Elnisa Agolli, ishte shumë mirë me shëndet, bile në formë dhe humor kur fliste për librat që lexonte në adoleshencën e hershme, ndërsa shëtiste lopën biçidol. Pra mungesa e Berishës nuk reflekton shëndetin e tij fizik dhe as ato mendor, aty ai është çelik. Problemi është shëndeti i tij politik. Aty po ndjen stilin e nxehtë që po vjen në parlament, në gjykat, por dhe në vetë Selim Blu. Nuk po ecën as me ndërkombëtarët. Mund kohën kur do të binte Trump që t'i hiqte njollën, plasi lufta me Iranin dhe presidenti amerikan duket nuk ka më kohë të merret me Ayatollahun ton Blu, por shizon me Ayatollah Khamenei. Ndërsa me Europën ka halle tjera. Raporti i fundit i Komisionit Evropian i vundi doktorit gisht mbi plag, i tha se është destruktiv dhe pengon parlamentin dhe drejtësinë. Po Sali Berishës në opozit për 12 vjetësh po i hoqet e këto dy punë me çfarë do merret pastaj. Ndaj duket se doktori e ka marrë pak më lehtë i jetën këto ditë. Në Sulmama ka lëshuar bandën e tij të avokatëve ligjor dhe elektoral, përkundër të shkuarës së tij kur ishte në pushtet dhe nuk lejoi kurrë të hapej qoftë edhe një kuti votimi. Tani kutitë e votimit po shqyen nga militantët e tij në kas, por në vend të parregullsive po zbulohen çudi. Vota më shumë për PS-n, por edhe për PD-n. Belenski thotë se mundësia u ka marrë atyre një mandat, në fakt deri tani është zbuluar vetëm një votë e Agronshet e pamerituar. Por janë zbuluar mbi 20 vota që Tabaku ja ka marrë Ali Mehmetit. Kjo është farsa elektorale që thotë doktori, apo është farsa politike më e madhe e Partisë Demokratike? Apo provohet kështu vjedhja e zgjedhjeve, apo zgjedhja e tezës së vjedhjeve, si mbulesa e mbretit që shëtit lakuriq në korridoret e Selis Blu? Apo kthehet ky rinumërim në tragikomedinë më të madhe të Partisë Demokratike, e cila më në fund po i provon me fakte shqiptarëve se si parti nuk ka fituar kurrë dhe aq më pak mund të ofrohet si alternativë fituese në të ardhmen? A thua këtu po e kupton dhe doktori dhe prandaj del në podcaste ku flet për dashni të tjera, por jo për dashnin e tij të pamundur dhe të madhe për pushtetin. Por duket loja nuk ka mbaruar. Belin Kliçi, pra Belenski, vazhdon të thotë se Partia Demokratike do të marrë mandatin e 14 në Tiranë, pra mandatin e 2 të Shehajit. Shehaj vetë thotë se opozita duhet bashkohet dhe nxjerrë një kandidat përbashkët për Bashkinë e Tiranës, pra i shkel syrin, edhe Belinit, por më shumë Ali Mehmetit, të cilit emrin sa përmend, por e lot kuptohet se do t'i ofrojë suport, mjaft ta lërë rehat dhe mos t'ia ngacmojë mandatin e dytë, për cilin Shehaj harxhoi lek, energji dhe një çik nga fytyra e tij e holl. Avokatët elektoralë ndërkohë flasin gjithnjë më shumë se do të konsumojnë çdo afat kohor për të zgjatur certifikimin e zgjedhjeve, megjithëse çdo ditë që kalon kolegji zgjedhor ja ka mbyllur në fytyrë këtë mundësi e bëri edhe sot. Dhe ndërkohë çfarë po ndodhet vetëm Partinë Demokratike, apo lëviz diçka që po shqetëson Berishën të zënë me hallit e gjyqit që i nis pas 10 ditësh, dhe kush po luan prapa kurrizit të tij në pritje për rrëshqitjen e tij të fundit. Për këto do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sigurisht është një stin e vakët, një nga ana politike ngjarja më e madhe është rinumërimi në kulmet e mërzisë tashmë në qarkun e Tiranës, aty ku dhe shifrat flasin fakt për një situatë edhe tragjike, edhe komike. Tragjike sepse tregon një farë mënyrë edhe faktin dhe kauzën, zbulon dhe kauzën temit të rënd të Partisë Demokratike, s'pak në për këto zgjedhje, po me siguri dhe për herë të tjera, se zgjedhjen në Shqipëri vidhen apo manipulohen deri në çka sa të ndikojë rezultatin e tyre. Por për të folur për këtë dhe natyrisht për të folur edhe për zhdukjen e doktorit, cili më zgjer presim kthehet në ekran, protagonist. Me mua sot studio janë Darsule, mirëmbrëma zoti Sula. Mirëmbrëma, faleminderit. Ose më saktë kryetimonieri i trenit bullgar të Peqinit. Në fakt treni për herë të parë Durrës Peqin 48-ën. Po, e vërtetë, e vërtetë. Kështu që lokomotiva ka përfunduar në Peqin për herë të parë. Po kthehet, aty kthehet. Aty rrotullohet. Erzar Kthubi, mirëmbrëma Kthubi. Faleminderit që mua në program. Roland Lami, përshëndetje Landi. Dhe juroj misarën e program, talentit më të ri të gazetarisë politike shqiptare Andon Kellës. Mbrëma Andon. Andon, ti ke ndjekur rinumërimin, siç ke ndjekur gjithë maratonën zgjedhore, gjithë fushatën. Po flasim pak për rinumërimin sot në Tiranë. Shifrat kam ndjekur gjatë gjithë orëve të transmetimit. Shifrat janë modeste, po duam trim korrekt. Qesharake, po duam të besojmë kauzës opozitës. Po, sot më në fund filloi rinumërimi për qarkun e Tiranës. Ndoshta
me invendim të kas, u vendos të filloj pikërisht me Kamzën. Kamzën që demokratët e rifituan, me rezultat të ngusht, por arritën të marrin një bastion. Megjithatë, shifrat lëm për të dëshiruar, paktën nga ajo se çfarë pretendon Partia Demokratike. Janë gjetur vetëm 51 votat pa rregullta, ose pa rregullsi, sa i përket procesit verbal. Po, 51 pa rregullsi. Dhe ato ndahen në dy drejtime, të paktën me çfarë kemi monitoruar. Nuk janë manipulime, janë ose gabime në proces verbale, ose janë votat pa vlefshme, të cilat janë kthyer të vlefshme, ose anasjelltas. Dhe këto kapin kulmin e 51 pa rregullsive, të cilat kanë sjellë 51 ndryshime vetëm në shifra. Pra, deri tani, në Bashkinë e Kamzës janë numëruar 27.000 vota. 27.000 vota. Në 27.000 vota ka pasur vetëm 51. Vetëm 51. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur edhe një anomali që po i kthehet në bumerang Partisë Demokratike. Votat e pavlefshme po rriten. Ndërkohë që Partia Demokratike synon t'i uli votat e pavlefshme t'i kthej të vlefshme në favor të saj. Janë rreth 29 vota, të cilat nga të vlefshme kanë kaluar të pavlefshme tashmë. Dhe këto të cilat për cilën parti kanë qenë? Këto janë kryesisht për dy partit më të mëdha, për Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste. Ndoshta janë edhe ngarë me një radhë tjetër për t'i prishur punë një radhë tjetrës. Megjithatë, Partia Demokratike nuk i prishin punë se Partia Demokratike ka garën me Partinë Mundësia, jo me Partinë Socialiste. Po në raport me Partinë Mundësia, atëherë, se dhe kjo është për t'u me që zoti Kolliçi thot vazhdimisht që do t'i marrim zotit Sheja i mandatin e dytë, do marrim mandatin e 14. Deri tani Partia Demokratike është e interesuar të ngushtoj diferencën, por po e zjeron vetë-vetiu. Pse? Sepse Partia Demokratike merri numërimin i hiqen 16 vota. Pra të cilat i ishin shtuar në mënyrë të parregullt. Po për zotin Shejaj Zoti Shejaj ka rikuperuar 3 vota. Ka rikuperuar 3 vota. Janë shtuar 3 vota. Po, janë shtuar 3 vota. Agron Shejaj që nuk kërkon të rinumërim, me rinumërim po i shtojnë votat. Partisë Demokratike po i ulen. Megjithatë në krye mbetet Partia Socialiste, së cilës i hiqen 32 vota. Ka më pas me shifra shumë të vogla, Partisë Social-Demokrate i hiqen 8 vota, i shtohen 4 vota koalicionit Euroatlantik, dhe më pas me 2 apo 1 vota i shtohen dhe i paksojnë të tjerëve. Megjithatë totali është 51 vota. Bëhet fjalë Bashkinë e Kamzës. Dhe i bëhet fjalë për 27.000 vota. 27.000 vota deri tani. 73 qendra votimi. Sa ka qenë votimi në Tiranë? Totali? Sa vota është në Tiranë? Kemi shifrën? Nuk e... Se po të klasim shumë e për afërsi si i bie në raport me numrin total, sa mund të shkojë numri pa rregullsive, le ta zëm. Po, nuk e kujtoj tani, sepse duhet, sepse numërojnë vetëm votat të cilat janë... Duhet që nga ti 300.000 vota, diçka e tillë. Diçka e tillë, 270-300.000 vota. Megjithatë, Partia Demokratike e ka marrë me sportivitet për shkak se mendon se meqense fitoi Bashkinë e Kamzës, aty nuk ka patur parregullsi të mëdha. Pra kjo është linja e Partisë Demokratike. Nuk ka patur farsa aty ku kemi fituar ne. Ka patur farsa aty ku ka fituar Partia Socialiste. Rezart, me që ti merresh me këto punë, si duhet kjo farsa elektorale? Ndërkohë që Andoni po fliste, po bëjë një kalkulim të vogël në fel, qofse janë 51 vota nga 27.000, po afërsisht 0.001%. Jemi pak se një në 100.000 vota. 11.000 vota. 11.000 vota. Në gabim. Jenë nivelin e gabimit njërzor. Kjo është sigurisht nivelin e gabimit njërzor. Dhe aq më tepër që nëse do të marrim faktin që diskutohet për votat që janë konsideruar të vlefshme, apo votat pavlefshme votat vlefshme që janë konsideruar të pavlefshme, apo votat vlefshme që janë konsideruar pavlefshme që janë konsideruar të vlefshme, do të thotë që është çështje interpretimi ligjor. Nuk është as gabim njerëzor në këtë rast, po është e drejtë e grupit numërimit që të vlerësojnë nëse një votë është e vlefshme ose pa vlefshme, dhe pastaj rivlerësimi që bën KQZ-ja, që është institucioni më i lartë hierarkik, vendos që kjo vota konsiderohet e vlefshme apo e pa vlefshme. Kështu që në këtë kontekst numri ulet akoma më shumë. Parregullësia reale është ajo që kur ti një vot që është e Sokolit ja kalon Rezartit, apo që Landi ja kalon Andonit. Kjo është realisht deformimi. Nëse ti një votë e konsideron të vlefshme apo të pa vlefshme, nuk është deformim, është çështje interpretimi ligjor. Kështu që nëse do të marrim vetëm votat që janë trafikuar, numri do të zbresë akoma poshtë se kaq. Andon, nga të votat trafikuara, atash të prezumuara trafikuara, sa i përket sidomos brenda llojit, pra Ali Mehmeti me tabakun.
Se edhe për këtë është folur shumë, Mardiana Galaja thot ka punu Edi Rama për Joridën. Deri tani sa i përket bashkisë së Kamzës, të dy po rikuperojnë vota. Është Jorida Tabaku e cila po rikuperon më shumë vota. Ka rikuperuar 10 vota, po. Por tani kjo Kamza është një bashki ku edhe Ali Mehmeti e Jorida Tabaku nuk kanë patur në një luftë. Më tepër lufta ka qenë me kandidatët lokal. Pra duket, për shembull Petri Doda i ka marrë Mkill Gecajt vota, dhe tani po i rikuperon ky i fundi, brenda listës. Ka brenda listës lëvizje. Po, ka brenda listës, por Kamza ka patur kandidatët e vetë lokal nga Partia Demokratike. Aslan Dojani, për shembull, janë marrë rreth 15 vota, por i rikuperon. Po, edhe votat, po, edhe votat. Gjele vetë ke PD-ja, ashtu ne gjë ke PS-ja. Po, skemën se pak vota kishte të PS-ja. Te votat e PS-s rezulton Fatmir Xhafaj, të cilit do i hiqen 27 vota deri tani. Fatmir Xhafaj ka diferencën më të madhe, por aty betejë më e madhe është mes Olta Xhaçkis dhe Blerina Gjylameti. Dakor. Nëse aty betejë, këtu debati është tek besueshmëria e procesit, ëh. Po, diskutohet te numri. Pastaj këto e pastajën sekondar. Problemi është po andon më rreth. Shifrat janë minimale, sepse edhe në vitin 2021, kur u bëri numërimi, u pa për shembull edhe në listën e Elbasanit që kandidatët me njëri tjetrin për shembull kishin trafikuar vota. Nuk e di ju dolet me plus apo me minus atëherë, po... Unë, asë plus, asë minus, mu ma ka fut 2013-ën. Ma morë mandatin, Sula, atëherë të plasim... Edhe shë vërtetë, që të cemë dhe në? Sula, atëherë të plasim për këto shifra, me që edhe ti në profesionin tënd ka analizu shifra dhe nga shifra del edhe i farë konkluzioni. Pra, që ta përgjithsojmë, këtë shifra deri tani, plasim për Kamzën. Tregojnë që procesi është temi i dyshuar, si që proces perfektu s'ka për të pas në njërë s'ka për të pas, derisa të vinë numërimi dhe votimi elektronik. Po them... Qartë. Unë kam 20 vite në mënyrë të drejt për drejt që një proces e zjedhore nga 2005-a, kam qenë për parë kandidat në sistem majoritar, të cilët votët nuk nëmroshin në qendrën, në numërin total nuk ishin nëmrus në këtë Evropë, nëmroshin në qendrën e votimit, edhe që vinë proceset e bare dhe pasaj depozitoshin gjithë edhe. Edhe për para 2001, sepse në atë kohë lejoj që duke qenë në sistemin drejtësisje, lejoj që të kishin në KZAZ-ën, në atë kohë sekretarët, sidomos sekretarët e KZAZ kanë qenë juristë, flasë notë 7, notë 6, notë 4... Pa pas ka qenë më mirë procesin më parë se tani? Tani juristë kërkon, sekretarët e KZAZ-ë, përgjithsisht me background juridik. Pse pa bëjtë të shpjegimi?